Gjatë veprimtarisë takuam edhe zonjën Imelda Prifti, një nga 26 pjesëmarrësit, e cila vetëm këto vitet e fundit ka zbuluar të vetja talentin për pikturuar, duke dhuruar punime që kanë tërhequr interesimin e artdashësve. Zoja Imelda, mirë se u gjeta këtu në ekspozitën shqiptaro-kanadeze. Faleminderit shumë që ju erdhët për të vlerësuar dhe të kontribuar në shpërndarjen e këtij aktiviteti. Ekspozita është shumë e realizuar, ndryshe nga të parat. Për mua është hera e dytë që marr pjesë me grupin e Albanian Canadian Artists, por në këtë ekspozitë është munduar që të ketë më shumë prioritet edhe në aktivitete të tjera inkurajuese, siç patëm free class me fëmijët dje që doli shumë e suksesme. Sot kemi live painting, është shumë i suksesshëm deri tash. Modelen e kemi këtu, domethënë është direct live painting also për këtë ekspozitë. Ju vetë paraqiteni përpara publikut me këto 6 piktura të llojit abstrakt apo jo? Na tregoni pak për secilën prej këtyre, domethënë çfarë duhet lexoj ose çfarë duhet të ndjej dhe të kap shikuesi. Unë më tepër jam në gemin e abstraktit, e kam provuar veten në shumë stile, po nuk mund ta gjej dot veten. So jam munduar që ta shpreh veten në abstrakt. Përse në një nga kompozimet, po ajo aty si muzikare që jam, më pëlqenin shumë festat e grurit, organizohet shumë bukur. So jam munduar të shpreh këtë festë gruri, të korjes së grurit me ngjyrat e verdha dhe grinj të lehta. Gjithashtu duke përdorur edhe ngjyrën e kuqe që do të thotë që puna e palodhur arrin një frut, një sukses. Në Garden, Spirit Garden, jam munduar të shpreh diçka shpirtërore. Ky ishte pikësynimi i saj. Në pjesën lart, Monesa, që kjo u shit edhe natën e parë, unë nisa thjesht duke pasur një mirgull në pamje të views që kisha. Abstrakti lejon gjithkund që të ketë idenë e vet. Ta interpretoj. Bravo, ta lexoj si mundet në atë. Kjo ka të bukurën e abstrakti, që nuk do që të tregoj se çfarë është, por lejon gjithkund që ta shohin me syrin e vet pikturave. Dua që televizikuesit e pasqyrës shqiptare të mësojnë diçka më shumë lidhur me, nëse më lejohet ta quaj, karrierën tuaj të shkurtër si piktore. Kur keni filluar ju ta ushtroni këtë hobi? Konkretisht 7-8 vjet që domethënë e kam ushtruar dhe punoj gjithmonë duke pasur inkurajime ose duke pasur domethënë kritika që të ndihmojnë më shumë se sa inkurajimet. Më duket se kam arritur në nivele të më të mira për sa i përket abstraktit që përdor. Është interesante se duhet t'i kujtojmë televizikuesit që ju jeni dhe bashkëshortja e të nderit Dimitër Prifti, dhe në gjallit e tij keni provuar ndonjëherë ta merrni penelin të provoni të pikturoni? No, as pak, as edhe një herë. Isha shumë përkrahase në të gjitha nivelet e ekspozitat ose pikturat që bënte, por asnjëherë nuk e provova që të përdor penelin, se ka pas një. As të ndim nuk e patur? As edhe një moment, as edhe një herë. So kjo erdhi edhe për mua erdhi shumë spontane. Domethënë shumë veta thonë që ke qenë talenti i fshehur. Po nga kolegët piktorë shqiptar ose edhe të tjerë kanadez, ka nga ata të cilëve u je mirënjohës për mbështetjen, për fjalën e mirë që mund të kenë dhënë gjatë këtyre viteve? Po, kam shumë mirënjohje. Ishte iniciativa e Ardianit që më dha këtë kurajë që të futesha në ekspozitën e parë që patëm para 2 vjetësh, ke Assembly Hall.
Dhe kjo ishe iniciativa që më shtyti edhe më shumë të punoja më sistematik. Janë edhe klientët, ardashit e pikturës që e kanë vlerësuar punën dhe kanë në shtëpitë e tyre nga punimet e mia. Kjo është edhe kjo një inkurajim. Kurse kur bie fjala për kolegët që jemi si grup, unë gjithmonë kërkoj se çfarë kritike kanë. Nuk dua inkurajimin, dua kritikan. U jam shumë mirënjohëse Dritanit, jam shumë mirënjohëse Lorit, jam shumë mirënjohëse Ermalit, që e shprehin mendimin e tyre, vlerësimin, qoftë kritike, qoftë inkurajimi. Besoj se ne jemi një grup artistash shumë të përgatitur dhe shumë të mirë, gjë që gjen mbështetje, gjen groje dhe gjen atë inkurajimin që të i jepet i lirë për më tutje. Në përgjithësi, ata që mund të jenë të interesuar për pikturat tuaja, ku mund t'ju ndjekin në rrjetet shoqërore? Unë jam më shumë aktivizuar me Instagramin, ku mund të gjejnë Imeldas Abstract Art. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ju gjeta sot në ekspozitë dhe punë të mbarë. Faleminderit për juve dhe suksese.